Shpresoj që t'jeni mirë. A është të vërtetë se ka magji që njeriu e bën me ja hub mendjen, apo me çmend, apo me çuhet deri në vrasje? Allahu të shpëlbej të mirët të tij. A është të vërtetë që ekziston kjo magji dhe si ndahet magjia? Amin dhe juve gjithashtu. Magjia është në dy lloje, kanë thënë dietarët. Kur kanë folur dietarët në librat e tauhidit për magjinë, e kanë ndarë magjinë në dy lloje. As-sihr, domethënë që është hakiki, domethënë magji e cila është e vërtetë, dhe magji ghair al-hakiki, domethënë magji e cila nuk është e vërtetë. Domethënë magjia reale dhe magjia jo reale. Magjia reale është kur dikush bën magji ti ose shejtani hin përmes magjisë që cilën e ka bërë personi, hin trupin e njeriu, ka gjën për shembull që është i dashuruar që dashuron trupin e njeriu, apo mund me hidë një gjën apo një diçka për shejtanët të cilët e bëjnë personin me çuterin në çmenduri, apo me mbyt veten, apo e bën me paralizu trupin e personit, apo me pas vezvese të ndryshme. Kjo domethënë është magji reale. Ndërsa lloji i dytë është magjia jo reale, është magjia e cila është me mshefje e syrit, domethënë, vetëm se e trubullon për syrin. Për shembull, kemi shumë raste kur i shohin nëpër video ose dikund, quhet një magjistar, e merr një copë letre edhe e kthen ato në monedhë, ose përndryshe e shohin duke ecë nëpër zjarr, ose tërheq domethënë makina të mëdha, ose duke e shohin se duke fluturuar ose duke bërë disa sene, ato janë vetëm mashtrime të syrit, të cilët e bëjnë magjistarët për një kohë të shkurt, pastaj masi prishet e magjia të cilën e ka pas vetëm për mi marrë njerëzit, kthehet në gjendje normale. Domethënë kjo quhet magji jo reale, është vetëm mashtrim i syrit. Po dashur mos gjinu vetëm më shumë tregu si ndat, ndërsa për ato që ke pyet, po është e vërtetë se mundet me çu personin deri në çmenduri, mundet me çu personin, domethënë pas zezese të forta që mos me dash familjen, mos me dash të vllatë e vet, mos me dash me shku në shkollë ose biznesin e tij ose diçka, edhe e fundit që ke pyet, po mundet me çu deri në vdekje, që kemi shumë raste që përmes magjisë e kanë çu personin edhe me mbyt veten. Allah ja lehtësoft të gjithë atyre që kanë këto probleme. Allah dhe më së miri.